30% është reale, 70% është fake. Është fake. Dhe nuk i besoj rrjetet sociale as në lojme politike, as as në jetën e përditshme, as në lumturinë e njerëzve në rrjetet sociale. Në faktikisht një shumicë aty ne tregojnë fshehtën, nuk e tregojnë. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Veja ju përshëndet. Si je? Mirë shumë. Kalove. Ke pushu? Valla, po është nashta i kodi kun 5 muaj ditë nuk më flet më shumë. Po. Anja, a mundesh me na ndërlidh me temën se dhe kena ju besoni rrjeteve sociale? Po, pa dal pi kontekstit, hajde të shohim se Ko mendoj në rrjetet sociale çka duket 30% është reale, 70% është fake. Është fake. Nuk i besoj rrjetet sociale as në lojme politike, as në jetën e përditshme, as në lumturinë e njerëzve në rrjetet sociale. Në faktikisht një shumicë aty ne tregojnë fshehtën, nuk e tregojnë realitetin. Nuk e tregojnë realitetin, po, e vërtet. Unë personalisht e tregoj realitetin, nuk e kurrë fsheht. Nuk më kurrë fsheht. Mirë që kemi persona të tillë që tregojnë realitetin. Faleminderit shumë Ve. Faleminderit që na telefonove. A do na dëshirë muzikore në këtë rast? Urdhna? Tash na dëshirë muzikore. Në i kong. Dëshirë muzikore. Na një atlet, vishë lutëm. Nëse vën, po? Sabri Vizullohun me kanon, me legjë ose me kanon një kongë e këndëqë. Hajde, okej, s'po e di si pas mingu. Hajde do t'a gjejmë, Sabri Vizulloh. Faleminderit shumë, e përshëndesim shumë Vejen që tha nuk besoj në rrjetet sociale. Po thuaj se një përqindje shumë e madhe është fake si pas ti, kurse një përqindje vogël mund të shfaqë realitetin ton dhe të tjerëve